Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Në studio jam së bashku me pianisten Memela Alia. Mirëmëngjes Memela. Memela, një vajzë e re që na ka zbukuruar sot studion, por që edhe më herët gjithmonë në programe unë kam shprehur dëshirën që artistët e rinj, të rinjt në përgjithësi, janë mjaft optimist dhe kanë një dinamizëm e japin jo vetëm studiosime këtu Mirëmëngjes Shkodër, por natyrisht edhe dëgjuesve e japin gjithmonë tempo ritmin e kohës, diçka, një informacion të freskët, të bollshëm. Në fakt me Memelën unë dua ta nis bisedën me ato sukseset më të fundit të saj, duke uruar pafundësisht për ato duar trokitje që ka marrë, për atë vlerësim që ka marrë. Është cilësuar si pianistja më e mirë, si instrumentistja më e mirë në konkursin Këngët e Tokës, në kategorinë e studentëve. Natyrisht pikërisht këto ditë ka marrë dhe diplomën e nivelit të parë të studimeve të larta. Urime Memel. Shumë faleminderit, është një kënaqësi që jam këtu. Ju faleminderit për fjalët e bukura. Jo, unë gjithmonë kam menduar sepse të jesh një instrumentiste, një artiste, një pianiste, nuk është e lehtë. Është një mjeshtri e madhe, apo jo? E lehtë nuk është, ka nevojë për shumë orë studimi, ka një konkurrencë goxha të madhe dhe në art mendoj unë që duhet jesh shumë lart për të ecë përpara. Natyrisht duhet shumë punë. Memel, dua të ndalem te këto dy veprimtarit më të fundit tuaja. Çfarë ishin për ty? Mendoj që këto dy veprimtarit e fundit ishin mbyllja e bachelor, e fazës të parë të universitetit dhe kishin shumë rëndësi për mua, me mbyll, domethënë sa më mirë ciklin e parë të universitetit dhe jam mundu domethënë bë më të mirën temë. Po, ndërkohë duke u cilësuar dhe në një konkurs, sepse jeta e artistit zhvillohet në shkollë dhe jashtë saj paralelisht. Është një konkurs, është një provim i përhershëm. Nuk mund të quhesh se e mbarova shkollën, po gjithmonë konkurse dhe koncerte duke fituar një çmim të parë, siç është diploma që morën në Ksamel ishim në Sarand. Po, si ishte? Ishim gjithë studentat të pianos të universitetit morën pjesë, organizuam dhe shkum për të ballafaquar me një konkurs. Konkursi Këngët e Tokës. Konkursi Këngët e Tokës. Unë kam pasur një konkurs para ndoshta 10 vitesh. Për herë të fundit dhe më banin mend edhe organizatorët edhe më thanë, ti ke qenë këtu më përpara. Unë kisha kështu si. Në fakt Këngët e Tokës, me sa më kujtohet si titull, rrjedh nga trioja e famshme Limos Dizdarit dhe më pas u institucionalizua si konkurs, si kompeticion. Po, organizatori ishte profesor Limos Dizdari bashkë me gruan e tij. Ishte një konkurs mjaft prestigjioz, në juri ishte një shqiptare, pianiste shqiptare që jetonte në Amerikë, ishte pedagoge në universitetet në Amerikë. Dhe na jepte ajo këshilla dhe na fliste për lojën që bëm, ishte një kënaqësi. Ti si u ndjeva? Kishim shumë emocione, në fakt nuk e di, ndoshta nga juria, që kishte goxha pesh. Kisha ndoshta 2 vite pa marrë pjesë në konkurse, se kur kam qenë më e vogël e kam pas përhershme, një herë në vit kam pas sigurt për konkurse, por që shkoj mirë, në përgjithësi shkoj goxha mirë dhe fata. Si u ndjeve kur emri yt u anunçua për nuk e besoja, në fakt se kishte shumë konkurrencë. Si çmimi i parë. Ishte konkurrencë goxha e madhe dhe isha pak e surprizuar ndoshta. Çfarë ke luajtur? Aty luajta një pjesë të Albeniz La Vega, një autor spanjoll, dhe balad Chopin, baladën numër 4. 2 vepra shumë të bukura që i kam studiuar gjithë vitin me shumë shef, dhe që t'japin mundësi të shprehurit të emocionit. Me sa po shoh repertori që ka i dyzuar mes asaj
atyre autorëve të hershëm që përbëjnë fondin më të madh të muzikës, por edhe kontemporan kështu. Po, kemi luajtur edhe për Sir Alexander Peçi, Cartesius Cantus. Në këtë vit e kemi pas detyruar me lut nga një pjesë nga gjitha epoka, duke filluar që nga epoka barokut dhe deri në shekulin 20. Cili është repertori që ti luan më i fundmi? Po, ky diplomës është Bach, Beethoven, pastaj Chopin. Klasik. Po, nga të gjitha, pastaj Albeniz, Isaac Albeniz edhe për Sir Alexander Peçi që është. A mund të dëgjojmë diçka nga interpretimi, sepse nëse është e mundur pak tingull muzikor do të na shoqëronin shumë bukur nga interpretimi i Memela Alis në diplomën që ka dhënë vetëm para 4-5 ditësh. Atëherë janë unë do t'ju quaja virtuoze. Unë ju quaj virtuoze dhe ndoshta edhe dëgjuesi që na ndjekin marrin shumë çka nga kjo rrjedhë tingujve, nga kjo freski, nga ky interpretim kaq i bukur yti. Po, nuk e di, isha shumë me qetë në diplom dhe më ka ecë shumë mirë, shumë mbar. Në fakt për këtë do t'ju pyesja, natyrisht emocionet që shoqërojnë janë të ndryshme. Loja me emocion është e bukur, por kur emocionet të mbysin nganjëherë ka shumë dilema tek vetja për ta nxjerrë atë çfarë që je përgatitur. Tek ty si ndodh? Si losin emocionet? Me kalimin e kohës kemi mësuar me komandu deri diku mos me ilan me na mbyt emocionet. Ndoshta në fillim mund të jetë sa të përqendrohesh dhe të jesh në brendësi të veprave. Unë e mend diplomën që kam të fundit, domethënë vetëm 30 sekondë që e para kam pas mendjen që unë jam në diplom, pastaj domethënë 45 minuta që kam pas program, kam qenë komplet në botën time. Futesh në botën e muzikës. Po, dhe kur më kam mbaru, kuptova që ishte kështu e çliruar nga emocionet dhe i kishe derdhur të gjitha ata që ti kishe brenda tejet. Shumë bukur Memel. Po pak më herët vetëm pak muaj ke marr pjesë përsëri në një koncert shumë të bukur, shumë të madh me Memela Alia në koncert të Tonin nga krimtaria e Tonin Harapit dhe ke interpretuar rapsodin shqiptare numër 1 midis vallit ke një pikë. Çfarë ka qenë për ty kjo pjesëmarrje? Nuk e di, ajo ishte një privilegj që mu caktu mu me lujt rapsodin, sepse ka shumë pianistë dhe pedagog, domethënë në Akademinë e Arteve që mund ta lunin, po jam ndjej shumë mirë, ndoshta nga që kompozitor Tonin Harapi është shkodran, temat i kisha shumë për zemër dhe i ndjeja, nuk e di, më vishin shumë natyrshëm, ajo harmonia tipike, nuk e di, ndjen ndoshta të bëron nga shpirti. Është shumë e bukur si vepër. Nuk e di, unë jam mërzit shumë kur marrë koncerti dhe nuk e kisha domethënë mundësin pra. Po ti këtë vepër e ke në repertorin tënd. Gjë e bukur kjo. Në fakt rrugtimi yt si artiste, si instrumentiste, pianiste, si ka nisur Memel? Kush ka qenë mësuesi i parë ose mësuesja e parë në piano? Them në fillim fare unë e kam fillu pianën për çev në moshën 4 vjeçare. E kam fillu me zysh violën, Paqrami. E përshëndesim. Sa po e takova? Dhe ajo pavi që unë kisha talent dhe ja vlente të fusja në shkollën e muzikës dhe i tha babit dhe kam fillu me zysherin Amhillin, që e përshëndesim shumë edhe zysherinit. Natyrisht ka qenë edhe mësuesja. Dhe ka qenë mësuesja e shumë brezave. E parë në shkollën e muzikës për shumë kohë deri në gjimnaz. Në gjimnaz pastaj unë pata një shkputje nga shkolla e muzikës për 3-4 vite, por që vazhdova mësimet privatisht me piano me pedagogën Jerin Amhillin
Dhe kur u riktheva me Zyshudina Rusja, Jakova. Rustja Jakova me neve. Dhe me ato i mbylla diplomën e shkollës mesme. Nuk e di, domethënë çdo pedagog ka pas atë mirën e vet, më kanë qenë gjithë shumë shtys për mua me vazhdu pianon, megjithëse ka pas momente që ke thënë a thu, duhet me tamam me vazhdu, a ja vlen. Pra ke patur dilema? Dilema, po, sidomos në 3-4 vitin që unë shkëputa nga shkolla muzikës, kisha goxha dilema që a të vazhdoj për një, së ndoshta arti nuk vlerësohet shumë në Shqipëri, a ja vlen të investoj gjithë këto orë, gjithë këtë kohë. Por që aty ku ndjehesh mirë aty shkon. Natyrisht. Dhe më pas fitove konkursin për në Universitetin e Arteve, ku me Zysh Anitën unë jam taku për momentin Anita Tartari, kam pedagoge, dhe jam taku të një konkurs në vit të fundit të shkollës mesme, dhe jo më pëlqej shumë dhe mori kur isha në universitet. Dhe si ishin këto vitet e shkollës së lartë? Kanë qenë shumë zona me koncerte dhe nuk e di, shumë aktive, u njohita me shumë instrumentistë tjerë, pata eksperiencat ndryshme, me shoqërime, me lojën me orkestër, pastaj që ishte. Por gjatë kësaj periudhe ti ke pasur edhe disa specializime jashtë shtetit, si në Gjermani, në Hollandë. Në Gjermani kam qenë para se me mbyll shkollën e mesme, kam bërë mësim me një profesor Ludger Magzain, një koncertist i njohur në tërë Europën, që bënte koncerte dhe vazhdonte, megjithëse kishte dalë në pension. Ishte, domethënë, një eksperiencë e paharrueshme ato 5 orë mësimi që kam bërë. Ku konsistojnë të veçantat e këtyre specializimeve, qoftë nga ana teknike apo edhe nga ana muzikale? Si të kanë vlejtur? Merr shumë eksperiencë nga mënyra e të dhënit, pedagogjin, ndoshta nuk e di, t'jep shumë si mund ta shpreh. Po ka një veçantësi që ty të ka ndihmuar shumë? Po, më ka ndihmuar shumë mënyra se si logjikojnë ato veprat, mënyra se si trajtojnë orët e studimit, çdo gjë, domethënë deri tek teknikat më të vogla që ndoshta mund të mendoje që nuk trajtohen fare në orën. Pra, nuk anashkalohet asgjë. Asgjë. Përkundrazi, çdo gjë me endësi. Edhe megjithëse je një pianiste e avancuar. Mund të merresh një orë me 2 masa. Ashtu. Një orë të plot. Gjë e bukur sepse mjeshtria dallohet tek gjërat e vogla, ndoshta tek detajet. Mirë, me melëm, po është fat që ti ke një prind ose 2 prindër, natyrisht 2 prindër të mrekullueshëm, por baba yt, Kujtim Alia, është si të shprehem, muzikanti i mrekullueshëm në Shkodër, njeriu që promovon talentet, fëmijët e të gjithë Shkodrës, por jo vetëm të Shkodrës, sepse veprimtaria e tij shtrihet shumë më gjerë. Por, natyrisht, ai është i bekuar që ka një vajzë si ti, një talente, një vajzë pianiste, muzikante, shumë e vlerësuar, që më duket se, përshtypja ime, krijon një distancë ndoshta tek vlerësimi për ty. Gjithmonë ka qenë i matur kur e kam pyetur, ndërsa vlerësimet i kanë bërë më shumë të tjerët. Nuk e di si ka qenë ky raport. Babim përgjithësi ka qenë normalisht më ka mbështet shumë gjithë familja në rrugtimin dhe më kanë lënë dhe mua me vendos, nuk është se më ka shtyr që bëhu se s'bën pianiste, se të kam thënë unë, jo, më ka thënë ti nëse ndjen veten mirë pianiste duhet bësh. Dhe më ka thënë të mira dhe të këqijat e artit në Shqipëri dhe në Europë. Por që ka pas dhe të këqijat e veta,
ndoshta në Shqipëri mendohet nga njëherë kur ke babin ose dikë që mund t'i merresh pak më lehtë konkurset ose shkollën, provimet. Por që me punë Me sa shoh kjo nuk ka ndodhur tek ty. jo, sepse jam mundu me punu fort dhe mos me pas Më shumë është kritiku yt apo i Po. kombinon me mbështetjen? Është shumë kritik, në drejtën, mas çdo konkursi, mas çdo edhe unë e kam qef që ta kem pranë sepse kritikat ndihmojnë me ecë përpara. Absolutisht. Ndërkohë që mami është mbështetja tjetër e ngrohtë. Pozitive, më natyrë më pak kritikuese. Ndoshta nga që babi mund të kritikojnë më imtësisht detajet Sepse është specialist në atë fushë. Memel pak më herët më thej që jeta jote artistike krahas shkollës vit pas viti ka kaluar në për konkurse, në për përballje me koncertet, me publikun, por ke qenë e vogël, fare e vogël, nuk e di se sa, mund ta saksosh që ke fituar një konkurs në Itali. Të kujtohet? Po, jam qenë klas 4 ose në klas 5. Diçka tek 10 vjeç. Po. Diçka tek 10 vjeç. Dyshërin më hidhe e ka pas gjë shumë të mirë që më ka shtyp me marr pjesë çdo vit në konkurse. Unë që nga klasa parë, më e mend që kam qenë një herë ose dy herë në vit në konkurs dhe na u dha një mundësi nga profesor Leonard Plumbini. Po. Është muzikant, Po, është një muzikant në Itali. jeton në Itali. Në Asti. Edhe na tha që organizohet një konkurs këtu në qytetin tim, është e mirë të merrni pjesë, mund na ofroi domethënë mundësinë e aplikimit dhe po aty u vlerësova me çmim dytë. Ishte një konkurs goxha i rëndësishëm në Itali, merrnin pjesë nga gjithë Europa. Unë e kam pak të turbo, kam qenë pak e vogël, po më e mend që ishte një djalë i vogël që mori çmimin parë nga Italia, ishte italian, po shumë i mirë, më e mend që ishte shumë i talentuar. Ndërkohë që të duket sikur të ka dhënë një shtysë të bukur të madhe, një vetbesim, sepse të vlerësohet një fëmijë në atë moshë, natyrisht që. Po, sepse në atë moshë isha akoma në hijen e babit, si thonë. Dhe në Itali si mora një këtu nuk më njeh më kurse kush është babi, kështu që këtë i mora me meritat e mia. Unë besoj që vitet, skenat, duartrokitjet, konkurset, përballjet, diplomat janë tregues mjaft i mirë i cilësisë së interpretimit të Memela Aliz, gjë që e bëjnë tashmë të ecë e sigurt në rrugën e saj të vendosur tashmë, apo jo, si pianiste dhe një muzikante që besoj që Shkodra krenohet. Memel vetëm para 4-5 ditësh ke mbaruar diplomën dhe për çdo student ndoshta kur mbaron një provim të çfarë do degë qoftë, të duket sikur ke një det të madh, qetësie, pushimesh e të tjerë. Me ty çfarë ndodh gjatë pas provimit, je ulur në piano përsëri? Ndoshta atë ditë mund të ishte ajo qetësia, ajo që u lehtësova nga një peshë e madhe që kisha. Po tash më mungon, më drejtë mungon që nuk kam një konkurs ose një provim me piano të afër, me pas një mundësi më ul edhe herë. Jo se nuk ulem, ulem dhe luj, por që nuk kam një shtysë me më shtysë se për çfarë po studioj. Shumë e bukur. Memel, si je ti larg nga muzika? Memela tjetër, jo muzikante. Larg nga piano mund të jem në vend, po me muzikën i lidh të gjitha. Hobit kam kërcimin për momentin. Gjë shumë e bukur. Po, merrem me ca kërcime latine në Tiranë, këndimin, piano barin, por gjitha janë të lidhura me muzikën, nuk shkëputem. Pra, bota e muzikës. Botën e muzikës, artin përgjithësi. Gjë shumë e bukur. Thej që nuk mund të rri larg pianos, larg tastierës.
Diçka të afërt që ndoshta po studion, ndoshta ke interpretuar këto ditë? Po mendoj të filloj disa live, muzik live. Kam bler një tastier dhe ma ka bler babi dhuratë, domethënë. Është një dhuratë e çmuar? Është një dhuratë, domethënë, mund të them dhurata më e mirë, më e bukur që kam marrë në gjithë këto vite. E gëzofsh dhe suksese. Dhe po merrem, po praktikoj një lloj tjetër muzike, se gjithë jetën jam marrë muzikë klasike, kështu që tash mund dal pak pse jo të provoj edhe disa rryma tjera. Për shembull? Për shembull muzikë pop, muzikën e lehtë shqiptare, tip piano bar, me këndu dhe me lujt në piano njëkohësisht. Pra një artiste që ka një vizion shumë të gjerë, do të thosha, që e bashkon ajo që është e bukur, arti, muzika, dhe këto specializimet klasike, moderne, kontemporane, rryma, e plotësojnë gjithë këtë pikturë të madhe dhe të bukur të artit të Memelës. Memel, të falenderoj shumë. Shumë falenderit edhe që erdhe në studio, mbase unë do ta kujtoj këtë takim tëndin, edhe kur të marrësh edhe të tjera diploma, të tjera vlerësime, të tjera konkurse, do ta kujtoj dhe do të të ftoj përsëri. Por desha të pyes diçka. Shkodra është qyteti i artit. Në vetdijen tënde, është qyteti i artit ku mund të jetë një pjesë e mirë e Memelës, apo Memela natyrisht në një kohë të tillë është e lirë të fluturoj, apo jo, në skena kuptohet? Është e lirë të fluturoj, por mendoj që koncerti si ka pesh një koncert në Shkodër dhe publiku shkudron që t'jep një emocion, nuk më merr mendje se ta jep në ndonjë skenë tjetër. Sa bukur. Të falenderoj sërish. Shumë falenderoj. Të uroj gjithmonë suksese dhe atë emrin Memela Alia ta shohim sa më dëndur, sa më bukur, sa më suksesshëm në skenat shqiptare, por jo vetëm, edhe në skenat të huaja. Urime gjithmonë dhe përshëndetje ty. Natyrisht ty të veçantë si artiste, por të rrethuar nga dashuria e familjes tënde, e të gjithë shoqërisë, miqësisë dhe çdo gjëje që e përmbledh e curinë tënde në rrugën e bukur të artit. Ju falenderoj shumë, shumë falenderit.